kisha shumë kohë, s'mbahet mend, pa komentuar një protest të opozitës. Deri kur 2 javë më parë, pas një përshkallëzimi të dhunshëm, bëra një koment për thënë diçka sa të thjeshtë aq të vërtetë. Sepse është e vërtet, në Europë ka protestues anarkist, ekologjist, ekstremist të djathat majt, student, antiglobalist, tifoz, huligan, grupime lloj-lloj, neofashist që dalin rrugë për arsyet e tyre, maskohen, armatosen molotov, thyen, djegin, plagosin punonjës policie, shkatrojnë, prona. Por, qysh nga koha e partive famkëqija të 100 vjetëve më parë, atyre në Gjermani dhe në Itali, të cilat i paraprin pastaj epokës së zymt, sa thuhet, të fashizmit dhe të nazizmit, ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj pjesë të pandarë të ekzistencës vetë, që nga lindja ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve, deri edhe ndaj godinës vetë, mobilizimin e paramilitarëve, të cilët deri dje ishin qeta e liderit shpirtëror. Kurse tani më janë thjesht mercenarë të rekrutuar me lek nga rrugaçët e lagjeve, që veshin maska, fshehin fytyrën pas tabelave dhe presin sinjalin për të mbaruar punën për të cilën janë paguar, duke hedhur molotov pa u identifikuar nga kamerat sipas planit. Dhe mercenarët u rishfaqin përsëri në krye të kësaj jave dhe bën dhe më shumë dëm, duke kaluar tani më në hedhjen e bombave të mirëfillta artizanale të përgatitura nga udhëheqja e të ashtu quajturës dhe ndjespastës Partisë Demokratike dhe duke plagosur ende më shumë punonjës policisë deri në shkaktimin e plagëve nga djegja. Është e qartë se këto farë protestash me atë pislëkun që krijojnë në bulevard, ja shikojni dhe mendojni kështu si po ju them, janë si një jashtëderdhje në rrugë. E plakut lajthitur që i organizon dhe pastaj fërkëntuar kur pamjet e jashtëderdhjeve të tij dalin nëpër mediat e huaja duke lënduar imazhin e Shqipërisë, duke krijuar idenë se ç'është po ndodh në Shqipëri. Në fakt ajo që po ndodh në raport me sa po themi është një degenerim i pandalshëm dhe shpërthimi, dëshpërimi të pangushtueshëm. Rezultati, rrudhja më tejshme e një partie, ti thuash, e një force, se di çfarë force, kam e një arradheje politike që s'ka më asnjë mision, po ka vetëm një funksion, të shkarkojë rropullit e plakut. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Vaj me det, pikë e zez.